Po ndik dy raste në pediatri, raste të vështira. Për 10 ditësh temperaturë e lartë edhe shqetësime shëndetësore të tjera. Për ata në radhë parë, po natyrisht shqetësim shumë i madh edhe për prindërit e tyre. E dini çfarë mësova? Që njëri për fëmijëve ishte me frut. Për të ka vaksinë. Ashtu edhe tjetri. Ndërkohë që mjekët që po ndjekin më thonë që edhe pse janë vetëm 3 vjeç, njëri për fëmijëve e ka mbyllur kalendarin e vaksinimit në 6 muajt e parë të jetës. Pra prindrit nuk i kanë quar më të ndjekin kalendarin e vaksinimit që 6 muajsh. Po e përsëris, fruthi e luftot përmes vaksinës. Mungesa e vaksinës ka sjellë këtë gjendje dhe pasoja me gjas, jo në këto raste, kanë qenë fatlume në gjithë sistemin e tyre qendror. Kafshët që dalin për media, online, televizione, kështu me radhë dhe flasin pa pikën e përgjegjësisë dhe pa pikën e dijes e të njohurisë për vaksinat e për vaksinimin. Po ju vrasin fëmijët, po ju dëmtojnë fëmijët.